Si që shikojmë vetë, kjo është një gjendje katastrofike që na ka bërë dalja e lumit tek serat të gjitha kulturat, jo vetëm tek serat tona, po edhe tek kulturat e tjera. Po kryesisht puna më e madhe dhe më e arsyeshme që na duket neve është tek serat tona që ka arritur niveli deri në 2 metra, ose janë mbuluar krejtësisht. Ktu shikohet edhe vetë me sy, nuk është nevoja të flasim shumë. Çdo gjë këtu për neve na prurit e shumë të lumit, se ky lum nuk krahasohet vetëm në vitin 1971, se ka dalë edhe në 2003, ka dalë në 2016, por nuk ka dalë në kaq sasira ose të ketë pasur kaq prurit të mëdha. Këto prurit që ka pas kësaj radhe neve na ka shkatëruar si fermer. Këtu janë rreth 200 ca hektar lule shtrydhe që e mbizetrohen nga ujë, një pjesa më e shumë se një pjesë që ka mbjell nga ato strat e lartë se ka kapur janë ndryshe. Po këtu llogariten përvarësisht të 100 hektar në çfarë them unë, po do bëhet një vlerësim se sa të dalë reale sa është përmbytur. Rreth sa fermer prekeni? Tu preken me afërsi mbi 60-70 fermer. Vetëm ne këtu jemi gati 30 fermer, 40 fermer të kësaj grupës këtu. Po të tjerët akoma që janë pa mbledhur dhe nuk dinë gjë. Ju na gjetën në këtë pikë këtu ku jemi mbledhur çereku i fermerëve. Megjithatë do të thosha nuk është kjo. Problemi më kryesor është se çfarë do të bëhet me këtë lule shtrydhe dhe çfarë do të bëjmë ne si fermer. Lule shtrydhe tashmë është në fazën e Lule shtrydhja ishte në fazën e prodhimit, domethënë ky ishte viti, domethënë muaj janar, shkurt deri në mars, sepse ajo lulëzon 2 herë deri në 3 herë. Tani lulëzimi i parë ishte ky me kokra, me të gjithë prodhimin që ajo ka në vetvete, që ne do ta vilim për rreth 3 muaj, gjerë muaj mars, kjo fazë përfundon dhe kjo fazë e prodhimit. Për mendimin tim, duke konsultuar me shokut, më mirë ky lumi vallai kishte zënë në muajin mars se sa na kapi tani. Tani na shkatroi komplet, na shkatroi neve si fermer. Vëllai të faradi. Është shumë i madh. Shkoi doli para se dhe doli datë 1. Doli deri në 7. U than tela. Tani po pyetëm, ku do vi? Pra në momentin që po përpiqet që ti shpëtonit nga ngricat, erdhi përmbytja. Po. Tani pyetëm kush do lajte? Ka dhënë në prapë në terrenën e ka dhënë prapë. Në 5, 6. Tani këto u than. Po tjera kush do lajte? Ju vetë sa sipërfaqe keni të kultivuar në sera? Këto nuk kemi shumë, po kemi më të tjerë, po këto njëra janë kryesore. Po që për ne. Këto, këtë zonë këtu. Ka ardhur njëri të verifikojë dëmin? Fare asnjëri. Janë rreth 250 deri në 300 lymb lule shtrydhe në pushtetin e ujit. Për momentin. Dëmi është shumë i madh. Rasti është i përsëritur, herë 5 nga 2015 dhe masa për mbrojtjen e këtyre nuk është marrë asnjë gjë. Përkundrazi, neve na ka penalizuar me argjinaturën që është bërë aty tek mbrojtja e qeverit, me justifikimin domethënë që do mbrojmë banesat, por neve na dëmton më shumë biles mbrëm këtu, për herë të parë pas kaq vitesh është futur ujë këtu tek në stacioni elektrik dhe te pompat e ujit pish. Pavarësisht se këta këtu nuk e nxjerrin atë. Mbrëm këtu kanë ikur të gjithë, këtu e kanë lënë këto vetëm sepse u përmbyt stacioni këtu. Herë e parë pas kaq vjetësh. Nga 74 ka dalë lumi për herë të parë, këtu është përmbytur. Stacioni i pish. Prandaj edhe thiri edhe mbrëm u ndërprer energji elektrike, ne s'kishim, edhe ujë po s'do ket, edhe për një javë nëse s'do ket.